Të nderuar vëllezër dhe të nderuara motra, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi ju dhe familjet tuaja kudo qofshit. Të gjitha lavdatat dhe falënderimet i takojnë Zotit ton të plotfuqishmit, të mëshirshmit dhe të gjithmëshirshmit, sunduesit të ditës së gjykimit, vetëm atë e adhurojmë dhe vetëm atij i drejtohemi për ndihmë. Atij i lutemi të na udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre mbi të cilët lëshoj mëshirën e tij, e jo në rrugën e atyre mbi të cilët është hidhërimi i tij, e as në rrugën e atyre që kanë devijuar. Në surën Al-Baqara, Zoti i Madhërisht në ajetin 21 thot: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, adhuroni Zotin tuaj, i cili ju krijoi juve dhe ata para jush, ashtu që të jeni të devotshëm. Në surën Yunus në ajetin 56, 57 dhe 58, Allahu i Gjithfuqishëm thot: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. Vetëm ai jep jetë dhe vdekje dhe vetëm te ai do të ktheheni. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O ju njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj këshilla, Kurani, dhe shërimi i asaj që gjendet në kaherorët tuaj, pra zemra, edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaj vetëm mirësisë së Allahut dhe mëshirës së tij le t'i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata. Vërtet, Allahu e ka thënë të vërtetën. Në përmbledhjen e sotme, do ta përmbledhim temën kombi në krizë identiteti. Dua të filloj ligjërimin e sotëm me këtë deklaratë. Praktikimi i traditave të tjera kombeve nuk është tolerancë, përkundrazi është krizë. Prandaj po ua praktikon traditat e kombeve tjera. Përkundrazi, është praktikimi i traditave tua përderisa ua respekton traditat e të tjerëve, ajo që ka toleranca në të vërtetë është. Në psikologji, termi krizë identiteti don të thotë dështimi për të arritur krijimin e identitetit në fazat e hershme të formimit, ose dështimi për të ju rikthyer identitetit tënd të mëhershëm, pasi që një herë ke bërë një shkëputje nga identiteti yt i mëhershëm. Faza e zhvillimit social në të cilën kriza e identitetit për një shoqëri mund të ndodhë quhet ruajtja e identitetit kundrejt ngatrimit të roleve. Gjatë kësaj faze, shoqëria ballafaqohet me aspekte të ndryshme si që janë betejat ekonomike, shpirtërore dhe ato tradicionale. Gjatë gjithë kohës, duke u përpjekur të ushqejnë në stilin e tyre të jetës integrimin modern për të ndihmuar atyre të shkojnë në përputhje me kombet e tjera të botës. Gjatë këtyre betejave, një tjetër çështje shumë e rëndësishme dhe shumë delikate që ndodh është ideja e shoqërisë. Përkatësisht identiteti i kombit dhe imazhi i përgjithshëm i kombit, pra çfarë mendojnë të tjerët për ta. Le të rikthehemi ajeteve të cilat i lexuam në fillim. Allahu i Gjithfuqishëm thot në surën Yunus, ajetet 56, 57 dhe 58. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. Ai jep jetë dhe vdekje dhe vetëm te ai do të ktheheni. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. O ju njerëz, juve ju erdhi nga Zoti juaj këshilla dhe shërimi i asaj që gjendet në krahërorët tuaj, edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Thuaj vetëm mirësisë së Allahut dhe mëshirës së tij le t'i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata.
Në ajetet e mësipërme, Allahu i plotfuqishëm na largon vuajtjet apo dhimbjet shpirtërore duke na informuar se kush na krijoi pasi ishim pa jetë fare. Është ai që do të na bëjë të vdesim, por pastaj do të na ringjallë përsëri pas vdekjes. Kjo na jep të kuptojmë se ne jemi një krijesë që jemi të aftë dhe për këtë arsye llogaridhënia na pret pas ringjalljes, pasi që nuk ka arsye tjetër për ringjallje përveç llogaridhënies për veprat tona, e cila do të pasohet me shpërblime ose ndëshkime. Ai, Allahu, na ka dhënë udhëzime, të cilat na vërtetojnë si krijesë me intelekt, por na ka dërguar edhe një shërim, sepse po aq sa jemi inteligjent, jemi edhe të ekspozuar pa mbrojtje ndaj dobësive. Në ajetën e tretë, Allahu i madhëruar na ka dhënë platformën përmes së cilës ne peshojmë dallimin mes kësaj bote, botës së provave, mundimeve, gëzimeve të kufizuara në krahasim me ato të botës tjetër, ku nuk ka lodhje, sëmundje e asnjë gjë tjetër të tillë përveç gëzimit të përjetshëm. Prandaj, kombi apo shoqëria formon imazhin e vet dhe përballet me detyrën e zgjidhjes së krizës së identitetit të tyre themelor të egos. Zgjidhja e suksesshme e krizës varet nga përparimi i vendit në fazat e mëparshme të zhvillimit, duke u përqendruar në çështje qendrore të tilla si besimi, autonomia dhe iniciativat. Ndonjëherë kombi përballet me pengesa që mund të pengojnë zhvillimin e një identiteti të fortë. Kjo lloj krize e pas zgjidhur i lë kombet ose shoqërit që të orvaten për të gjetur veten. Ata shpesh duket se nuk e kanë idenë se kush ose çfarë janë, kujt kategori i përkasin, apo ku duan të shkojnë. Ata mund të largohen nga jeta normale duke mos ndërmarrë veprime ose duke mos qenë në gjendje të bëjnë zgjedhje përcaktuese për të ardhmen. Ata madje mund të kthehen në aktivitete negative, si krimi ose droga, pasi nga këndvështrimi i tyre të kesh një identitet negativ mund të jetë më e pranueshme se sa të mos kesh fare. Allahu i Madhërisht na thot në surën Maida, ajetet 55, 56 dhe 57. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Mik i afërt i juaj është vetëm Allahu. Është i dërguar i tij dhe ata që besuan e që falin namazin dhe japin zakatin duke bërë ruku. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. E kush ka për mik Allahun, të dërguarin e tij, dhe ata që besuan, s'ka dyshim se ana e Allahut është nga dënjuese. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. O ju që besuat, mos i merrni përmeq ata të cilëve u është dhënë libri para jush dhe as ju besimtarët që me fen tuaj tallen dhe luajnë. Kini e dro Allahun, po që se jeni besimtar. Takimi të qartë se në këtë ajet po aludohet në ata idhtarët e librit të cilët korruptuan librin të cilin ua kishte dërguar Allahu i Madhërisht, e jo për ata të cilët vërtet u besuan Musaut dhe Isaut, paqja e Allahut qoftë mbi ta. Gjithashtu nuk po flitet për të gjithë idhtarët e librave të mëhershëm, apo të gjithë ju besimtarët, por pikërisht po flitet për ata të cilët shtrembëruan shpalljet e Allahut si ato të mëhershmet, dhe gjithashtu dhe për ata të cilët qëllimisht tallen me shpalljen e Kuranit dhe Muhammedin alayhis salam, dhe të cilët qëllimisht na luftojnë me gjitha mundësitë që kanë. Ndërsa në ajetet 91 dhe 92 në Kur'an në surën Al-Anbiya, Allahu xhalla shanuhu thot: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Për kujto edhe atë që e ruajti nderën e saj, ne e frymëzuam atë me shpirt nga ana jon dhe atë të birin e saj e bëm mrekulli për njerëzit. إن هذه
ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Kjo fe është e juaja dhe është e vetmja fe e shpallur, kurse unë jam Zoti juaj, pra më adhuroni vetëm mua. Në ajetet e mësipër me Allahu i plotfuqishëm, siç duket dëshiron të nënvizoj faktin se si pjesë e identitetit tonë, përpara se të deklaroj se kjo është feja juaj si një dhe e vetme e shpallur prej tij, na bën të ditur se dëlirsinë duhet ruajtur për të pasur vlerat të pastra dhe të mirëfillta, dhe pastaj, pasi të jemi të mirë në vlerat morale, konfirmon Islamin si identitet tonë. Arritja e identitetit është zgjidhja e shumë krizave. Arritja e identitetit ndodh kur të gjithë individët e shoqërisë kolektivisht kanë eksploruar dhe janë përkushtuar ndaj aspekteve të rëndësishme të identitetit të tyre. Për sa i përket arritjes së plotë të identitetit, Allahu i plotfuqishëm zbulon se zgjidhja e vërtetë për krizën e identitetit është Islami. Por jo vetëm kaq. Pas hyrjes në Islam ekziston diçka që quhet takwa, devotshmëri. Devotshmëria është përbërësi kryesor i një identiteti të shëndetshëm. Siç thekson Allahu i plotfuqishëm në 5 ajetet e para të surës Al-Baqara. Alif Lam Mim. Alif, Lam dhe Mim, këto janë 3 shkronja të vetmuara, të cilat nuk përkthehen, ndaj dhe duhet lihen ashtu si janë. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Hudan lil muttaqin. Udhëzues për ata që friksohen. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Të cilët e besojnë të fshehtën, e kryejnë faljen dhe prej asaj që ne i kemi furnizuar, japin. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dhe ata të cilët e besojnë atë që të shpall ty dhe atë që është shpallur para teje dhe të cilët për ahiretin, botën tjetër, janë të bindur. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Të tillët janë të udhëzuarit nga Zoti i tyre dhe të tillët janë të shpëtuarit. Këtu Allahu i plotfuqishëm qartëson të gjitha virtytet e një personi me arritje të mëdha identitare. Ky person është bërë një besimtar i padyshimt që kërkon një sasi të madhe intelekti. Është bërë i devotshëm duke i nënshtruar Allahut të plotfuqishëm për aq çast sa kërkohet. Pujar deri në atë pikë sa ai jep atë që do ta lë keq për të u ndihmuar atyre që kanë nevojë. Ai ka zhvilluar një mirëkuptim të madh me ata besimtarë të vërtetë të shpalljeve origjinale të mëparshme dhe si rezultat ka mundur të ndërtojë ura me besimtarët e atyre librave hyjnore. Me të vërtetë ky është identiteti më i plotë i kombit tonë. Feja nuk ka të bëjë vetëm me çështjet halal dhe haram. Qëllimi i Islamit është të na ngrejë intelektualisht deri në atë pikë sa të mos shkatërrojmë kulturat apo traditat e tjera, por vetëm të heqim pjesët e këqija dhe të ndërtojmë mbi ato të mirat dhe të fortat. Me të gjitha ajetet që citova më lart, qëllimi ishte të sqaroj faktin se Allahu i madhëruar ka krijuar për ne një identitet të përpunuar mirë që do të na përshtatet. Ndaj, ne nuk kemi nevojë të ndryshojmë atë, por thjesht ta fusim në funksion në jetrat tona me aq përpikshmëri sa mundemi. Ky është një nder nga Zoti ynë, o njerëz. Kështu që zgjohuni dhe merrni mësim. Po e përfundoj këtë përmbledhje duke e falendëruar Allahun e Madhërisëm që na e dha mundësinë ta përfundojmë me aq sa patëm dije dhe mundësi brenda kapacitetit tonë. E lutim të madhin Allah që aty ku e kemi lënë mangu të na falë dhe të na e plotëson ai. Aty ku e kemi goditur të na shpërblej të gjithëve, mua që e punova dhe juve që do ta dëgjoni përmes audios apo edhe e lexoni përmes shkrimit. Përshëndetjet tona të përzemërta qofshin për më të dashurin pejgamber Muhammedin a.s., familjen e tij dhe shokët e tij. Ju falemnderit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të gjithë ju dhe familjet tuaja.